Kandidati i majorancës për Bashkinë e Tiranës Erion Veliaj, gjatë dëgjesës me banorët e Kasharit, ka theksuar se nëse merr mandatin si kryetar bashkie, do të merret me problemet reale të qytetarëve, jo duke treguar Barcaleta si kundërshtari i tij. Ne na duket fyerje që çdo ditë në televizor tregohen Barcaleta si kanë lindur gratë e qytetit tonë. Ne mendojmë që është fyerje që dikush na thot, me që 4 vite nuk bëm asnjë punë, po ju tregojmë një Barcalet. Po pse më, kjo është politika? Ata nuk din të thonë ndjes që për 4 vite Tirana ishte kryeqyteti më i pisët në Europë. Por e di çfarë thonë? S'din të kërkojnë ndjes. T'ju tregojmë thot një Barcalet. Duke dëgjuar ankesat e banorëve, një qytetari i ka kërkuar ndihmë kandidatit Veliaj, pasi është e papunë, edhe pse në vitin 2013 është punësuar aso kohë nga ministri i Shëndetësisë Alim Kosova, por ka qenë qeveria aktuale ajo e cila e ka larguar. Kam punu te qendra spitalore Nën Tereza. Më futi ja quj për faleminderit Alim Kosovës, më futi me 20 korrik, më futi në punë, dhash diagnozën e burrit, më futi në punë me 3 muaj. Erdhi partia jo, erdhi në pushtet, na hoqi, sepse je me kontratë, kujtoj se na kishte fut për fushat. Unë jam rrit vet në halle. Edhe di çfarë do thotë të kesh babain e fëmijëve të smur. Dhe do merrem personalisht me rastin tënd. Nuk harroi të bëjë një premtim se nëse do të marrë Bashkinë e Tiranës, parin që do ta shkarkojë nga puna, do të jetë kreu i Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor Florenc Hoxha, duke thënë se jo vetëm do t'i shkarkojë persona të tillë, por do t'i dërgojë edhe për ndjekje penale. Ajo situata kur dikush vjen nga fshati, ka një produkt për të shit në Tiranë dhe duhet të shkojë të falet. Të falet jo në kuptimin e lutjes, po të falet në kuptimin e lekëve. Te ai Florenc Hoxha i bashkisë që shkon dhe rreh çdo njeri që vjen nga fshati, po nuk i dha lek. Unë jo vetëm do ta shkarkoj të parin atë ditën që shkojnë bashki, po do ta çoj për ndjekje penale. Teksa Veliaj dëgjonte problemet e banorëve të Kasharit, një qytetar ka hedhur një kapele në mes të sheshit. Për çështjen. Faleminderit. Edi Rama mund të rojë edhe pa hedh kapelen. Edhe të bëhet 100 vjeç. Tani s'kam vetëm ata të PD-s militantë, kemi edhe ne, kështu që